të nxjerrim shëndetësinë nga reanimacioni. Përpara Zotit dhe përpara shëndetit të gjithë jemi të barabartë. E nëse Zoti na ka parë dhe na shem me sy të mirë në shqiptarëve, sistemi ynë shëndetësor e ka ndar mendjen të na e bëjë jetën malore. Mjek që po ikin për ditë nga vendi i tyre, ilaçe që mungojnë, fonde që nuk mjaftojnë asnjëherë, korrupsion që e shohin të gjithë, përveç atyre që na qeverisin dhe na drejtojnë. Për t'i vënë kapaku një sistem i tërë që i nxin jetën çdo hallexhiu me shëndetin. Kjo është vetëm njëra anë e medaljes së keqe. Ana tjetër nxin edhe më shumë. Vetë sistemi ka temperaturë, është i sëmurë dhe nëse nuk është truar ende në reanimacion, është drejtuar drejt asaj rruge. Ndryshe nuk ka si të shpjegohet që ministrja e mjekullës, zonja Sala, nuk arrin dot të jap një përgjigje për pyetjen pse në qendrën më të madhe shëndetësore në vend të smurëve nuk u bëhen analizat bazike pas datës 20 të çdo muaji. U vërtetos ministra Samajta se djathtas pasa lart e poshtë u kap pa bereqet pas fjalëve të dhëna, bazat të dhëna është diagnostifikim, do ta analizojmë. Për të përplasur zgjidhjen sipas saj, ky problem do zgjidhet brenda aktiviti. Kur kjo ndodh në Tiranë, merreni me mend çfarë ndodh në spitalet e rrethave. Por kjo ministre nuk e di a janë rritur çmimet e ilaçeve në vend apo jo, sepse ajo nuk ka patur nevojë për kokra këto kohë. Sigurisht se e tha dhe ajo vet. Pra sipas logjikës së saj, kjo është edhe detyra e saj funksionale. Duhet që të smuret ministrja, larg qoftë, që të kuptojë mungesën e medikamenteve nëpër spitale apo rritjen e çmimit të tyre. Duhet të smuret ajo, larg qoftë përsëri, të shtrohet për të parë me sytë e saj që ndodh brenda korridoreve, dhomave nëpër spitale. Sigurisht nëse ajo do të shkojë atje si qytetare, jo si ministre. Zonja Sala dhe varësitë e saj nuk e dinë ose nuk duan ta dinë se në fundjavë mjekët specialistë avullojnë. Nëpër pavion të shtunave dhe të dielave, ata nuk mund të marrin asnjë vendim për të sëmurët. Duhet pritur e hëna. Pacienti nuk ka zgjidhje tjetër, do të pres dai. Pra, të dashur shqiptar, përpiquni të mos sëmureni në fundjavë. Përpiquni të bëni analizat para datës 20 të çdo muaji, sepse shteti nuk ka më lek pas kësaj date. Pse ju keni paguar dhe po paguani sigurime shëndetësore çdo ditë, muaj e vit. Ashtu përpiquni që përpara se të shkoni në spital, të keni siguruar një listë të medikamenteve që mungojnë atje. Blini rrugës diku në ndonjë farmaci që të mos shkoni duar bosh në spital. Në këtë rast hidhni një sy dhe kuletës nëse keni apo jo mjaftueshëm para brenda saj. Këto besoj mund t'i bëni, vetëm mos pretendoni të blini një PET scanner, jo se kushton sa nuk thuhet, thjesht se nuk mund ta mbani dot. Nuk e mban dot as qeveria as ministria e shëndetësisë. Madje për ministren Sala, një PET scanner nuk është aq i domosdoshëm në spitalet e shtetit. Mos u habisni nëse një ditë do të na thonë se janë nevojshme as ilaçet që u mungojnë. Të gjitha dhe më keq se kaq janë të pritshme sa kohë që parat vërshojnë lumë për fasada, jo për gjërat bazike të nevojshme për një sistem shëndetësor. Pra le të jemi të drejtë. Këto probleme nuk filluan sot as dje. Ka vite e vite që ky sistem po lëngon dhe askush nuk është përpjekur më së paku të bëjë një analizë të plotë, një diagnostifikim të qartë për të dhënë në finale një protokoll hekimisht shpresdhënës. Këto probleme u shtuan ndër vite dhe tashmë po e gryejnë sistemin shëndetësor. Rrina e tij rrezikon të shembet. Të shmangur degradimin e mëtejshëm të sistemit, patjetër që duhen masa të thella dhe të mirë koordinuara. Ata që e njohin mirë këtë sistem ofrojnë disa zgjidhje, por që nuk duhet të mbeten në letër ose në gjysmë të rrugës. Parë në formën e një piramide që duhet ndërtuar, së pari është rritja e financimit publik, kjo është thelbësore. Kjo rritje nuk mund të jetë efikase nëse nuk shoqërohet me përdorim më të mirë të fondeve dhe transparencë të plotë në menaxhim. Lufta kundër atyre pagesave në dorë që herë japin vetë e herë na i kërkojnë, të shpallur prioritet dhe të shoqërohet me mekanizma të fortë kontrolli. Këtu hyn në rol edhe reformimi i menaxhimit si një element kyç, por reforma me rezultate ku emërimet në pozicione drejtuese bazohen në merit dhe profesionalizëm, jo në lidhje politike, ku kultura e llogaridhënies nuk shmanget sipas interesave të momentit. Performanca e secilit ka standarde të qarta të prerë. Investimet në teknologji dhe në infrastrukturë janë gjithashtu të domosdoshme. Modernizmi i spitaleve dhe digitalizimi i sistemit shëndetësor vetë i përmirëson shërbimet dhe cilësinë e tyre. Kjo do të thotë vetë të tjera që duhet i bëjmë dalje shkrimit me dorë nga mjekët që nga kartelat mjekësore deri tek përgjigjet për pacientët. Por një reformë nuk quhet e tillë nëse nuk e trajton me përparësi para ndalimit, sepse ka ndikim të madh, të rëndësishëm dhe afatgjat. Çfarë supozon kjo? Investim në kujdesin parësor, edukim shëndetësor dhe programe parandaluese. Gjithë aktorët eduktojnë barrën mbi spitale dhe përmirësojnë shëndetin e përgjithshëm të popullsisë. Për fat të keq, sot për sot qendra spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë është ajo që pret të përcjell pjesën ndërmuese të popullatës me sikletë shëndeti. Pavarësisht sistemit të referimit hallexhinj e gjejnë gjithmonë një mik ka një zgjidhje për të vizituar tek Nën Tereza. Njerëzit nuk vinë në Tiranë kot, vinë sepse ka më shumë mjek specialist, ka diagnostifikim më të mirë dhe ka më shumë besim. Tirana vuan ngarkesën më të madhe duke krijuar rëmuj dhe për shkak të kësaj, shërbimet mjekësore jo gjithmonë marrin kohë dhe cilësinë e dur. Ndërsa spitalet në përrethë, duam apo nuk duam ne, janë për shtat palçefe. Nuk kanë asnjëherë ngarkesën e Tiranës, ama Tirana nuk zgjidhet duke ndaluar njerëzit sepse halli e gjen gjithmonë një zgjidhje, por duke krijuar alternativa reale. Për shembull, 4-5 spitale rajonale të shpallen të nivelit të lartë, jo siç janë deri më sot. Investohet në këto spitale dhe banorët e zonave përreth tyre të orientohen për konsulta, vizita dhe ndjekje
medike, pikërisht në këto spitale, ose disa specialitete thelbësore të shpërndarë me detyrim dhe në rrethe, me grafik dhe kontroll të rrep, jo gjithçka në Tiranë sikurse është aktualisht. Mëtej telemeksia reale, konsulta me specialist të mjekësisë pa ardhur fizikisht pacienti apo mjeku. Në Europë më gjerë kjo është një praktikë efikase që po përdoret prej kohësh. Si dhe ka mjafton që dikush ta marrë seriozisht të sfidë, sa më shpejt aq më mirë, sepse sistemi shëndetësor shqiptar ka arritur në një pikë kritike ku ndërhyrjet e pjesshme nuk mjaftojnë më, nuk pinë më ujë. Kërkojnë reforma të thella, të qëndrueshme dhe të orientuara drejt interesit publik. Reforma që jo vetëm do të rikthejnë besimin e qytetarëve, sigurojnë shërbim dinjitos për të gjithë, por do ta nxjerrin një herë mirë këtë sistem reanimacioni. Jo sa bërsye faqe, rritja e pagave të stafit mjekësor, sikurse propagandohet shpesh këto kohë, nuk e zgjidh mitmarrjen. Shkoni në çdo spital publik dhe ta shikoni me sy tuaj. Paralelisht me këtë start, është e domosdoshme një strategji e qartë për mbajtjen dhe rikthimin e profesionistëve të shëndetësisë. Ata nuk duan vetëm kushte të mira pune, paga më të larta, por duan siguri dhe mundësi për zhvillim profesional, edhe qarkullim elitash. Nuk ka arsye dhe as shpjegim se një mjek a profesor i njohur të jetë shef pavioni në një spital publik, e që shkon rrallë më rrallë në zyrë, të jetë edhe shef departamenti në fakultet, e po ashtu të jetë mjek me kohë të plot në një spital privat. Rënë nga qielli të jetë ai e ka të pamundur të jetë i mirë në të tre detyrat. Po të referohemi statistikave, pjesa dërmuese e mjekëve apo infermierëve të larguar nga vendi janë të rinj. Ikin sepse përpos arsyeve të tjera e ndjejnë se të vjetrit janë bërë bashkë për të mos u hapur rrugën të rinjve. Janë si një rrjet merimangej që vështirë ta qash, u marr frymën jo pak të rinjve të talentuar, dhe u bërë pengesë e pakapërcyeshme për ta.